Një vendim unifikues i gjykatës lartë është një vendim i cili i thot gjykatave më të ulta që një çështje e caktuar duhet trajtuar në këtë mënyrë apo në një mënyrë tjetër. Për ta bërë dhe më konkrete, lidhur me çështjen e vendosjes së masës së sigurimit arrest në burg, sipas vendimit të kryetarit të gjykatës kushtetuese, një kërkesë që ka bërë, ka dashur, pra i kërkon gjykatës, e cila do të mblidhet në atë datë që ju e thatë, të sqarojë cilat janë rastet që duhet të merret vendimi, pra masa e sigurimit arrest në burg, sa duhet të jetë masa e provave që prokuroria do duhet t'i çojë gjykatës, që kjo e fundit pastaj të vendos masën e sigurimit. Si duhet të arsyetohet vendimi i gjykatës? A duhet që gjykata, GKK-oja apo gjykatat e shkallës parë të arsyetojnë që kur vendoset një masë sigurimi arrest në burg, do duhet të thotë edhe që masat e tjera më të lehta, detyrimi për të mos dalë nga territori i Republikës, arresti në shtëpi, garancia pasurore, janë jo të përshtatshme, prandaj po shkojmë tek masa e arrestit në burg.